Kur u ktheva, ishte viti 1996 dhe papritur e gjej veten të propozuar nga Partia Socialiste si deputet. Nuk isha se kisha ndonjë ambicie, isha mirë të pjesë Por para të kishte kërkuar Partia Demokratike? Jo, sepse më duket e ka thënë dhe njëherë Berisha në një televizion që ai socialist race. Unë kam qenë i qartë në qëndrimin e tij. Unë jam për këtë model. Dhe nuk isha luhatje. Pra, po të kemi parasysh se ju i dini të gjitha historitë e udhëzve, mua më ka pëlqyer shpreha e Churchillit, për fat mira përmendi dia dhe Rama, po me ironi, që Churchilli thotë që për partitë nuk ndryshoj parimet. Për parimet ndryshoj partitë. Pra, ti mund ta ndryshosh krahun politik, pra unë tiki nga përset e PD-ja, qëse unë e djata, qëse unë bëjmë lideri një lëvizje që më ndihmon mua të ndryshoj vendin tim, po thjesht të mbjetoj unë për një karrikë deputet dhe ministre kur. Ka një fakt interesant historik, 1/3 e drejtuesve të revolucionit francez, mbas rënies Bonapartit ishin që gjithë në krahun e djathtë kishin ndryshuar domethënë qëndrimin e tyre. Kështu që nuk është ndonjë çudi, mua nuk më habita ndryshimi rreshtim, domethënë të drejtën edhe në atë pikë. Unë nuk e për ligje, di pse, në kuptimin e mirë të fjalës. Nuk është puna për ne. Që ne të kemi ecur dhe të kemi avancuar në karrierën tonë politike, është pabesia me njerëzit e familjes, sepse kanë paguar kost, po sidomos për mbështetësit e thjeshtë, që s'kan përfituar gjë. Ata vriten shpirtërisht. Ne çfarë marrim si shpërblim nga kalimi në një parti në tjetër, thjesht një mbijetesë dhe një rrogë. Kjo nuk e justifikon. Se ju e dini shumë mirë që Churchilli ndryshoi krahun politik. Po ndryshoi historinë e Britanisë dhe historinë botërore. Pra bëhet për diçka madhore. Dhe unë këtë shqetësim e kam darë edhe me mikun tim Kasiot Islami. Nuk kam qenë asnjëherë dakord që ndryshonte krahun politik. Okej, do vim edhe aty. Një ndër akuzat e opozitës që të bëjnë ke qenë vitet të ministër, por nuk të thonë ke qenë i korruptuar. E vetëm gjë që thonë ke punuar te firmat piramidale. Ke punuar vërtet te firmat apo jo? Se edhe të punojë ekonomist nuk kishte ndonjë gjë. E para me gjitha ato akuzat kanë rënë sepse janë bërë komisione parlamentare. Kam qenë në një takim, nuk e mbaj të fshet, ishte një darkë pune, një darkë miqësore ku ish presidenti Meta ftoi ish presidenti Mejdani, Berishën, një mikun tim nga Kosova, cilin isha detruar ta shoqëroja edhe unë. Dhe kam pas ballë për ballë Berishën, bashkë me bashkëshorte. Dhe kam çfarë kishe, sepse mua akoma nuk më janë shëruar plagët e akuzave të tmerrshme që më bënde. Sepse isha... Dhe kanë sulmuar barabar me nanën në atë kohë. Po, dhe më tha, po ti ishe ministri i financës. I thash, po me mjaftin. Pse e bëre krushim politike? Bashkëshortja ti tha, jo, tha, s'ka bashkëpunuar asnjëherë. Jo, i tha, ai se di këto gjërat. Kështu që më vjen shumë keq që është kjo gjubajate në politikën shqiptare. Nuk është halli për mua. Unë do ta përballoj. Po, ç'kuptim ka që vajza ime të vjen në shkollë me kufje se i thonë je vajza e të korruptuarit. Ç'kuptim ka që prindërit tim të jenë gjatë dhe të dëgjojnë për ditë që djali i tyre akuzohet pas një provë se që nga i dut. Nuk kam punuar drejt për së drejti me asnjë kompani piramidale. E qartë, mjafton. E para. E dyta, jo, ka një argument shumë profesional. Nëse unë do isha drejtues, do kisha firmë në bankë. Nëse unë do isha shef finance, do kisha firmë në bankë. Nëse ka dokumentacion më kredibël, është informacioni bankar. I ftoj prapë tani ta kërkojnë. Nuk kam punuar asnjë ditë. Vetëm një kompani Ceraj më ka kërkuar ta këshilloja si ta mbante kontabilitetin. Kam marrë një djalë nga Tirana të talentuar, dhe në atë kohë që nuk dije as Excel as gjë, i ka bërë programi që mos humbiste as 100 darkë. Program kontabiliteti. Si ti mbante më mirë. Kështu që jam krenar pra. Dhe po të ndaj një përgjigje. Kam pyetur kur më sulmojnë aq ashpër, thash në djallë veç se s'më duhet karika, do të them dhe më vonë që se kam dashur asnjëherë karikën, dhe kam folur me mision e FMN-s. Më kanë thënë asnjë mënyrë, ne kemi informacionin ton, ti e pika garantit për bashkëpunimin. Kam folur me ekspertin e Deloitte Touche, që punojnë në gjithë vendet e botës. Domethënë zoti ministër. Edhe sikur të ishte diçka, tha, nuk do të thotë që njollë vogël në lëkurë, tha, është një smundje. E qartë, kjo tregon edhe forcën e madhe të propagandës, që ngulmojnë në një pikë derisa të krijojnë një imazh i cili në fakt nuk ka lidhje fare me të vërtetën. Pastaj në 96-ën të propozuan për deputet? Në 96-ën dhe ka qenë një zhvillim i brendshëm në parti, nano si duke i kërkuar në burg që të freskonte Partinë Socialiste,
dhe të bëj gati për në pushtet, se duke që ngjasat ishin pas 94 si o dini shumë mirë. Unë nuk mëroj të them publikisht që deri në 1994, për reformat e thella ekonomike me kosto të mëdha sociale, Berisha konsideroi haveli Ballkanit. Pas 2004, ku udhëheqësit tonë asnjëherë nuk e pranojnë, dhe kam frikë kjo mundot dhe me Ramën, nuk e pranojnë që do paguash kosto për reformat, ata bazohen më shumë në vlerësimin ndërkombëtarëve, që një pjesë që dinin diplomaci është pragmatiste dhe jo realiste, dhe nuk kuptojnë kur do të dalin nga politika. Dhe ju e dini, në momentin që desh të ndryshonte kushtetutën për ta bërë republikë presidenciale, në 94, pasi dështoi, ishte i bindur, sa ai nuk ishte i bindur që me vlerësimin ndërkombëtar ai do ishte fitues. Po me shqiptarët që u rrit çmimi i bukës dhe gjithçka, ai s'mund të ishte fitues. Po. Dhe pastaj ti dini veprimin e shikut, veprimin e kontrollat shtetit, veprimin e policisë, cilat bën një reprezalie mbi njerëzit, mbi gjithë njerëzit. Dhe aty pastaj ndodhi kriza e madhe. Në vitin 1996, Nano mori modelin e laboristëve dhe krijoi qeverinë hije. Në këtë kuptim, ne bëm një lidhje jo me emra, por me funksione. Kryetarët e komisioneve të Partisë Socialiste, i financës, i ekonomisë, i shëndetësisë, i arsimit, i bujqësisë dhe të tjera, i mbrojtjes të tjera, do të ishin potencialisht ministrat e ardhshëm të qeveria hije që quha. Atëre kam ndier zgjinimin e parë, se si vllonjat mendova që kur erdha në Vlorë, domethënë socialistët janë gjithmonë vëllezër me njëri tjetrin dhe nuk e kanë me të futur. Kur u prezantua kjo ide e Nanos dhe unë isha kryetari i komisionit, pati reagime që mua kam një mesazh për politikanët e rinj. Patjetër që mësuesit e profesorët tuaj do të jenë mbështetësit tuaj më të mirë, por vetëm deri në momentin që nuk arrim në pikën që nxënësit bëjnë më të mirë profesorë dhe konkurrojnë në pozicione publike. Atëherë nuk kam dashuri partizane, aty fillojnë intrigat. Dhe dëgjova zëra, po për fat të mirë mbledhjen e drejtonte profesor Servet Pllumbi, cilin unë jam bosh tërë jetën, sepse më ka marrë, më ka promovuar. Dhe më kërkoha fjalën, si vllonjat tani thash drejt që mori, çka kanë me mua, unë s'po e kërkoj. Edhe i them, ai i pari që kundërshton dhe nxit të tjerët, më ka pas student. Më ka vënë 3 vite 10. Ai tjetri më ka pas student. Se ishin të ekonomikut, më ka vënë 10. Ai tjetri. Profesor Servet kisha pas profesor 2 vite në fakultet dhe në komisionet, sepse unë me një karrierën time përcaktohet e pjesë akademike dhe pasi mbarova studimin 86, fillova provën pas universitare. Dhe ju dini, provën e para pas universitare janë materializmi dialektik, materializmi historik. Dhe kisha garanci profesorin. Dhe thash unë të riqem propozoni njëri tjetër. Unë kam pasur profesor në ekonomik. Shumë mbrojtjen e diplomës, pastaj e bëra me Leon Tjevçuçin. Kjo ka qenë propozimi. Dhe kur vi nga Amerika, më thonë që je propozuar për deputet në 96 në Vlorë, e cila ishte zona ku kishte banesën edhe Zani Caushi, me cilën as njifja, as kam as një ashtu. Bile i hedh poshtë me një ndjesi të keqe edhe akuzat e... Edhe këtë ta pas kanë bërë. Edhe akuzat e ziles e Vlorës. Sepse, qëfar ka ndodhur? Unë vetë atje, në 97, kur bëhet qeveria në Mars, qeveria e Pajtimit Kombëtar, bashkimi u bë kryeministër, e jem me bashkimin, që t'je një grua zonjë, po unë kisha si vlla bashkimi, ishim një grup i vogël, më merr telefon duke qarë, më thotë mos ma li djalin në duar të. Dhe bashkimi me do se sekretar që unë do bëhem, po ministri finanse dua këtë. U bëra ministër finanse. Në mars... Në atë kohë funksiononte vetëm segmenti Skënderbeu president, si segmenti shtetit. Epicendra e qeverisë nuk ishin zyrat, po Rogneri, si vendi më i sigurt. Dhe në atë kohë më vjen shiqizoti është gjallë, ambasadori... Ju jeni i ri, por e habitshme që kur pyeta një herë gazetarët e mi, po flisja për 97-ën, më thonë, pse çka ka ndodhur në 97-ën? Nuk arrin të... Kujtesa historike është e shkurtër, unë e di si studios. Një dramë jashtëzakonshme. Por në leadership... Berisha ju duket ky gjysh i lezetshëm, përsi që ri në iPad, por... Unë nuk gëzoj që Berisha është në atë status. Sigurisht po them dhe po publik që nëse vajza e tij e ka vajzën të smur dhe tjatit saj nuk i jepet garancia se është gati në gjykim, ta garanci pasurore dhe ta pengosh apo ta arrestosh sa i vi nga një fëmijë smur, kjo nuk është njerëzore. Nuk dua të di se çfarë do thonë mbas kësaj.
nuk e di shumë mirë të drejtat dhe kufizimet e SPAK-ut. Po çdo vendimarrje, në çdo aspekt, gjëja e parë që kërkohet në leadership është aspekti social. Ta lësh një prind pa vajtur për të shikuar vajzën e tij, sa herë që ajo kërkon në telefon, kur ajo është në një gjendje dhe unë i uroj shërim të plot, jo, kjo nuk është mënyra të sjellit nga asnjë përfaqësues institucioni kushtetuese të vendit tim. Në qartë.